Misioni i njeriut në tokë, sipas mendimit tim, është që ta jetoj jetën dhe jetën ta jetoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, të bëj gjëra për veten e vet që të japin lumturi dhe që të japin kënaqësi. Pra, qëllimi i çdo njeriu është të arrijë lumturinë në jetë, pavarësisht se sa e arrim, por gjithsesi ky është qëllimi i njerëzve. Pra, të arrijnë në aq pak kohë jetë sa kemi, sepse jeta është e fundme, ka fund, nuk është e pafundme. Pra, qëllimi i njerëzve është që ta shijojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe kënaqësia e femrës ose edhe e mashkullit nuk ka të thotë ajo, është që të shohë gjëra të bukura, të dalë, të shëtisi. Do thush ti Berati është i bukur, absolutisht nuk vjen diskutim që Berati është i bukur, por është për të kaluar një fundjavë, 3 ditë, 4 ditë. Por që të marrësh kënaqësi nga jeta është të bësh gjëra që ti të pëlqen ti bësh. Për shembull, flasim për femrën. Femrës i pëlqen që të bëj shopping. Po të bësh shopping në qytetin të Fierit, të Beratit, të Kukësit, se Fieri është pak më i madh, po të Beratit dhe të Kukësit, po i marr një paralelizim, është shumë e kufizuar, sepse qa ke 2 dyqane, 5 dyqane me numër. Kurse të bësh shopping në metropol, do ti ka qendra tregtare që janë të mëdha. Ke alternativë zgjedhjeje. Po flasim për shopping. Po flasim për produkte kozmetike. Pra po është e njëjta gjë, pra ke shumëllojshmëri. Nuk është se në Berat dhe Kukës nuk ke, por nuk është e njëjta gjë. Do thush ti shko nga Berati në Tiranë, po s'është e njëjta gjë. Ta kesh këtu ku je, edhe s'është e njëjta gjë shkosh nga aty 3 orë, 4 orë, supozojmë, ose s'po marr Beratin se se di sa është distanca e Beratit eksaktësisht. Mund t'ja 2 orë gjys 3 orë, 3 orë kam përshtypjen. Dhe se s'kam qenë Berat. Pra, për produktet kozmetike, për të dalë, për të parë, sepse ju të dalurit për të shijuar jetën e konceptoni si të përdalë, në përgjithësi shqiptarët, por të dalësh do të thotë që ta ndihmosh veten, sepse po që je izoluar, domethënë ke probleme me veten tënde dhe i krijon rëndes psikologjike vetes. Në momentin që ti del, shikon, viziton një peizazh, viziton një lokal të bukur, viziton një gjë tjetër, më kupton, ka shumëllojshmëri. Tirana ka shumëllojshmëri, duam s'duam ne, ke alternativa për t'i ndryshuar. Kurse në Berat, në Kukës, ka 4-5 pika turistike, mbarojnë iku. Nuk isha shikon më, sepse çdo gjë bëhet monotone. Për ushqimin, në Tiranë ke shumëllojshmëri, restorantesh, shumëllojshmëri produktesh, etj. Në Berat dhe në Kukës ke maksimumi 5 lokale, 6 lokale me numër. Ja për shefin tonë po i bëjmë 10 restorante lokale, çfarë rëndësie ka. Pra, diversiteti bën diferencën në kënaqësinë shpirtërore të njeriut. Sepse të izolohesh në një vend vogël, pra i bie të izolohesh sepse gjërat janë shumë të kufizuara, dhe izolimi rëndon gjendjen psikologjike të njeriut. Dhe nuk është bredhje siç e konceptojnë njerëzit, sepse këto janë kënaqësitë e jetës. Të dalësh, të shikosh, të bësh gjërat që do, dhe jo të jesh i izoluar, sepse izolimin ju e quani njeri të ndershëm, kurse të dalën për të zgjeruar horizontet, për të relaksuar mendjen, ju e quani të bredhur. Kjo është.